Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje miq të televizionit Arbëria, mirë se po takohemi edhe këtë pasdite këtu në detaje. Jemi në javën ku shënua dita ndërkombëtare e tokës, e pikërisht sot në studion e detajes do të flasim rreth kësaj teme. Në pjesën e parë kemi të ftuar Zana Beqirin, është nga organizata Esra, e cila ka më na fol sa më shumë për këtë organizatë. Përshëndetje zonja Zana. Përshëndetje. Mirë se erdhe në detaje. Mirë se jeni, faleminderit. Fillimisht apo na tregon pak a shumë si është ideja e organizatës Esra, si është kriju? Kështu, organizata Esra që në gjatë në anglisht i bën Environment Social Responsibility Association, apo në Shqip në përkthim ne kemi përdorur në fakt vetëm akronimin e gjuhës angleze Esra, por në Shqip është shoqata për kujdes mjedisor dhe social. Kështu dhe jemi të regjistruar. Ne jemi regjistruar vitin e kaluar. Ideja fillimisht ka ardhur prej një grup ekspertësh të vullnetit të mirë, cilët jemi bo bashkë edhe kemi vendosur ta krijojmë një shoqatë që të ndikojmë sa më tepër në përmirësimin e politikave sa i përket ambientit. Kjo ka qenë ajo piknisja jonë. Pastaj kemi konkretizuar me disa projekte konkrete, edhe deri më tash është një prej përvojave më të mira. Cilat janë disa nga projektet e kësaj organizate, edhe çysh kanë pas ndikim këto projekte te komuniteti? Po duke pas parasysh se ne pavarësisht që përvojave individuale që i kemi secili prej nesh, me nga mbi 20 vjet secilin fushën tonë, megjithatë si organizatë jemi e re edhe për këtë e dim mangësinë tonë, për këtë arsye kemi kërku partneritete. Duke pas një përvojë shumë të mirë në bashkëpunim edhe të mëhershëm, edhe të ekspertëve tjerë të ekipës, por edhe timën personale me dhomën e tregtisë së industrisë, ne bashkë me ta na kanë inkuadruar në një projekt të cilin e kanë implementu me Western Balkan Fund dhe të financuar nga Bashkimi Evropian, i cili ka të bëjë në promovimin e ESGs, apo principeve të ESGs, që është Environment Social Governance, apo të ambientit, të ruajtjes ambientit, të kujdesit shoqëror dhe të qeverisjes transparente. Në këtë projekt renal kemi pas fatin të bashkëpunojmë me të gjitha dhomat e tregtisë pothuajse në rajon, edhe na ka sjellë një përvojë shumë të mirë, qoftë në trajnime, qoftë na ka hapur dyert edhe në bashkëpunime të mëtejme. Natyrisht ne vazhdojmë bashkëpunimet tona me dhomat e tregtisë, së shpejti do ta kemi edhe një trajnim të cilin do ta organizojmë pro bono vetëm për anëtarët e dhomës. Si angazhuar, le të themi kështu, ose aktiviste në këtë fushë, në fushën e mjedisit, sa po mendon që jena ndërgjegjësuar në këtë aspekt? Po shif, ne duhet kemi parasysh e vërtet që duhet jemi vetë kritik, por po ashtu duhet edhe të shohim çfarë mund të bëjmë ne që jemi më aktiv në këtë fushë, sa i përket ndërgjegjësimit. Për shembull, ne duhet ndërgjegjësojmë së pari organet e qeverisjes, pastaj mekanizmat e ndryshme të financimit, që të bëjnë lehtësira sa më të mëdha sa i përket respektimit apo kursimit të energjisë, si pikë e parë, si piknisje. Ka pas një numër iniciativash prej qeverisë, po ashtu prej bankave, nivelit qendror, gjithashtu prej organizatave ndryshme ndërkombëtare. Mirë po, ne në vazhdimsi marrim ankesa prej bizneseve të ndryshme që nuk mjafton edhe nuk mjaftojnë mekanizmat e deritashëm, do të krijojmë, do të subvencionojmë sa më tepër. Kështu nga puna juve e terrenit, po besoj keni punë nga terreni, a kishit mujt me na ndonë ai përvojë frymëzuese diçka, ose diçka, a keni vullnetar, s'po di ç'është funksionale?
si organizat? Në fakt, ne jemi një grup ekspertësh me përvoj, po tash kemi pas fatin që bashkëpunojmë edhe me universitete. E në grupin e universiteteve, gjithmonë natyrshëm, nena janë ofru profilet të ndryshëm, por kemi pas fatin të bashkëpunojmë edhe me studentë që studion edhe në vendet ndryshme në BE, cilët janë shumë të interesuar me kontribu në Kosovë. Dhe më thonë, prej kohës vetë vullnetare. Ne kemi pas, për shembull, kemi pas pyetësor të ndryshëm, kemi pas materiale trajnimit, tash vonë kemi bajt edhe një trajnim të qendra e karrierës në UP, i cili ka qenë vetëm për studentët e UP-s dhe ka qenë gjithësi pro bono prej ekspertëve tanë. Do të thonë, jemi në vazhdimsi shohin mundësitë e bashkëpunimit. Po, për ngjarjeve inspiruese, muj me thonë ka qenë, kemi dalë për shembull në bashkë me organizatë tjetër, me Let's Do It Kosova. Me ta kemi bashkëpunu, kemi marrë pjesë si ekip në pastrimin e një pjesë të arbërisë këtu. Edhe na kanë dalë ndihmë, domethënë gjithë qytetarët, gjitha bizneset, domethënë bizneset kanë ardhur me një herë me dhurata për vullnetarët, jo dreka, gjithçka ka qenë një atmosferë super, super fantastike. Si organizat zona, po du me di cilat janë sfidat që i keni? Po, si organizat, natyrshëm, financimi është e para. Do të thotë se ne ende jemi duke kriju identitetin, natyrshëm që synojmë partneritete afatgjata. Mirë po, kemi pas fatin që të hasim të gjejmë edhe kompani mjaft të mira dhe mjaft të ndërgjegjshme, të cilat duan të kontribuojnë në këtë fushë, edhe në fakt të cilat janë të interesuar me u përmend si kontributor në këtë fushë. Më thonë, gjë që tregon për nivelin e vetëdijësimit ose ngritjes së vetëdijës në përgjithësi si shoqëri. Pavarësisht se fusha ambientit në duke sikur një fushë fancy, që do të merret dikush se është diçka moderne, është interesante, megjithatë kjo si fushë ndikon në vetë stilin e jetës së njeriut. Se sa ti je në gjendje të kursesh, pavarësisht a e përkrah idenë e gjenerimit të qëndrueshëm të energjisë apo të rujtjes së energjisë, cila do që ide që e përkrah, ti megjithatë duhet të jesh në të dyja rastet duhet të kursesh atë energji që e përdor. Për këtë arsye ne mendojmë se ka mjaftueshëm hapësirë ku të bashkëpunojmë me të gjitha mendësitë, edhe me të gjitha stilet e jetës, që të kursejmë energjinë, që të kujdesemi për tjerë, që të kujdesemi për të kemi një qeverisë të mirë, se ajo na bën rahat neve, vetë si organizata apo si kompani, pastaj që të kujdesemi për shoqërinë që e kemi përreth. Normal, ti atë konsumatorin tënë nuk do në të dëmtosh, se do në që i njëjti konsumator nesër të kthehet blet prej teje. Për këtë arsye është një prej filozofie më të basic, si më thonë, fillestare. Edhe mendojmë që ka mjaftueshëm fusha që mund të kontribuojmë. E thatë pak më herët që keni bashkëpunim ose me organizata ndërkombëtare, po me institucionet shtetërore, a keni ndonjë mbështetje bashkëpunim, çfarë do qoftë? Po, vlen të theksohet në fakt në nivelin lokal kemi pas një bashkëpunim, një super bashkëpunim në fakt me Ministrinë e Ambientit, ku jemi përfshi si organizat në shënimin e disa datave të rëndësishme në bashkëpunim me ekipin koordinues. Natyrisht aty janë pjesëmarrëse edhe disa organizata tjera. Ne si organizatë re kemi pas fatin që të përfshijmë në disa aktivitete. Po ashtu një bashkëpunim shumë i rëndësi që vlen të theksohet është bashkëpunimi me komunën e Kaçanikut. Ne aty kemi shkuar me një propozim me një nga bizneset, me të cilët e kemi dërgu propozimin që biznesi na ka bashkëfinancu ekspertizën, ndërsa komuna kanë të kontribu pjesërisht. Mirë po, kemi gjeneru kemi bërë matjen
studime fizibiliteti për 10 objekte në kuadër të drejtorisë së arsimit, cilat janë shkolla dhe qerdhe, edhe ka rezultu që brenda një kohë shumë të shkurt, brenda një jave, pasi që kemi dorëzu raportin e detajuar, komunës i është dhënë rasti që ta prezentoj raportin ton, edhe të cilin e kemi zhvilluar që vlen të theksohet me organizatën Regional Integration for Development, me ta bashk edhe me kompani të sektorit privat. Në atë rast ka rezultu që komuna e ka prezentu raportin ton edhe Kfori Italian ka vendos të financoj kulmin me solare për 2 qerdhe, gjë që na bën të ndjemi super mirë, posaçërisht biznesit, cili na ka propozu modelin, duke qenë se biznesi me cilin ne bashkëpunojmë, ata një prej bizneseve, ata na kanë siguru neve praktikant, por edhe ekspertët. Praktikante kanë bërë matjet fillestare, ndërsa ekspertët kanë bërë validimin e gjitha informacioneve, që ka qenë edhe si pjesë e mentorimit të programit të mentorus të tyre në këtë fush, edhe për ne kanë qenë raportet që në shumë e rëndësi, natyrshëm për komunët posaçërisht sa i përket kërkimit të financimit, edhe kështu kemi gjetë bashkëpunimin ndërsektorial. Po më vjen mirë shumë. Unë po besoj që punën e terrenit e keni të përditshme. A kishë mujt me na nda ai përvojë që për shembull cila komunë ose shkonin po besojnë krejt komuna, cila komunë është në aspektin e vedisimit, angazhimit? Po, a dallojnë, a kanë dallim komuna prej komunës, sa i përket kulturës mjedisore? Muj me thonë, në këto komuna kam pas fatin edhe në kuadër të angazhimeve tjera, kam pas fatin të bashkëpunoj me shumicën e komunave. Në të shumtën e rasteve komunat janë shumë bashkëpunuese sa i përket ambientit. Megjithatë, duhet të kemi parasysh se edhe komunat nuk është të kanë ndonjë përfitim sa i përket kalimit në energjinë e gjelbërt. Sepse ne duhet të kemi parasysh që mekanizmat që i kemi në vend nuk është se favorizojnë decentralizimin e njëkohësisht edhe energjinë e gjelbërt. Ta kemi parasysh se mënyra e buxhetimit, domethënë, nëse një komunë vendos që t'i kthej të bëjë kursimin e energjisë, për shembull, me sipas standardeve mund të bëjmë me formatin ESCO të sipas BE-s. Një komunë vendos që të gjeneroj energji të ripërtritshme, të zvendësoj për shembull ndriçime publik, ose në një hapësira tjera, një kursim i tillë nuk është se i kthehet direkt në buxhet komunës, cilet komuna mund ta përdor për nevoja tjera. Domethënë, ai kursim i kthehet nivelit qendror, gjë që është në rregull se i kthehet nivelit qendror, mirë, po komunat e kanë synimin që aty për aty, atë kursim ta kthejë te qytetarët e vet. Për këtë arsye ne mendojmë që niveli qendror duhet ta rishikoj të gjithë legjislacionin që është në fuqi, sa i përket favorizimit të politikave të gjelbra. Në këtë aspekt, cili mundet me kanë kontributi jonë një të ardhme gjelbërt, le të themi kështu? Po tash kontributi jonë secilit prej neve. Secili prej neve thash edhe më parë, ka 2-3 rryma sa i përket se si e shohim gjenerimin e energjisë, a du të mbështetimet e fosilet, që të zhvillojmë sa më tepër që të gjenerojmë ndonjë mundësi që mos kemi nevojë për fosile. Domethënë kjo është edhe ajo idea atyre që e përkrahin idenë e gjenerimit të energjisë përmes fosileve. Por kemi edhe ekran tjetër që mendojnë që duhet qysh tash ose qysh moti duhet kalojmë në energji të ripërtritshme. Domethënë, në të dyja rastet, ne duhet të kursejmë energjinë si pikë e parë, duhet të mos harxojmë ujin e pishëm pa pikë nevoje, që kemi zakon, domethënë kjo është diçka që ne jemi rrit me ta, edhe duhet vëdësojmë gjithë ngadalë. Duhet që të kujdesemi se ambienti në rregull është nëse jo vetëm ajo se sa kujdesesh për ambientin jashtë, por është për vetveten tonë, domethënë, nëse ty nuk të pengon me dalë për ditë, me pa veten në një ambient që është plot me plera para dere, atëherë ku jemi nis na përbëj. Domethënë kjo është e para, do të jemi për vete. Përgjas, po.
shumë e sakt zona edhe për fund, nëse kështë mujtë me nda, cilat janë planet e organizatës t'juve ose projekte që mundi me nda me publikun? Po, jemi tash, sa po kemi fillu një bashkëpunim me një organizatë në një OEQ në Shqipëri edhe një në Maltëzi. Sa i përket fushës apo promovimit të praktikave të gjelbëra në agrokulturë. Ne do ta kemi një akademi, po presim do bëjmë takimin e parë ditën në vijim. Projekti do të financohet nga Bashkimi Evropian përmes mekanizmit të Western Balkan Fund. Ne jemi vetëm partner implementues. Thash edhe më herë, për shkak të përvojës së dokumentuar të vetë organizatës, tash më kemi vetëm një vetë përvojë si organizatë, për këtë arsye jemi më se të kënaqur të jemi partner përcjellës të organizatave që kanë më shumë përvojë, siç është Center for Excellence në Tiranë. Unë për falenderoj shumë për kohën, po shpresoj shumë që sa do pak kemi arrit me përquat mesazhin që edhe dashëm tek publiku. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë faleminderit për hapësirën edhe për mundësinë edhe për kujdesin që i kushtoni të mirave të përgjithshme. Shikues të nderuam të televizionit Arbëria, e patëm në intervistë Zana Beqirin, ne po shkëputemi për pak çaste për të u rikthyer në studio prapë me mosafirin tjetër. Atëherë të nderuar shikues, u rikthyem përsëri në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Detaje. Gjatë pjesës së parë patët rastin me pa intervistën nga kolegja Elda me të ftuarën Zana Beqiri nga organizata ESRA, me të cilën diskutuan rreth çështjeve klimatike, çështjeve të mirës së përbashkët dhe komunitetit në përgjithësi. Kështu do ta vazhdojmë edhe pjesën e dytë, duke u fokusuar në çështje të tilla, dhe me qenë se gjatë ditës së djeshme është shënuar dita e tokës, fokusi pra do të mbetet këto, dhe për të vazhduar me të ftuarin e sotëm, i cili është Luan Hasana, nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën. Atëherë përshëndetje i nderuar dhe faleminderit për ftesën në knatësi. Faleminderit që je këtu sot me neve. Atëherë po e fillojmë me ditën e tokës. Që shkoi dje dita aktivitetet cilat i keni shënu? Po, këto ditë të shënuara në kalendarin mjedisor, pra janë disa brenda vitit, ku grupe, organizata, institucione të ndryshme, disi angazhohen pak më shumë për çështjet mjedisore, e fatkeqësisht në Kosovë po duhet për herë fokusi të jetë tek ndotja e tokës nga mbeturinat. Pra, ne si vend vazhdojmë me qenë shumë i rrethuar me një shoqëri e cila akoma nuk po e kupton rëndësinë për të kujdesur për mjedisin jetësor, posaçërisht për pronën publike. E në anën tjetër, me institucionet e cilat shumë herë disi i lënë anash këto çështje, pra duke u fokusuar në prioritetet e tjera, dhe duke qenë kështu, atëherë po duhet po rithëksoj prapë që fokusi të mbetet ashtu siç është edhe dje dhe fakt edhe viteve të kaluara me aksione për të pastruar mbeturina në lokacione të ndryshme të Kosovës e më së shumti Prishtinës. Si e shihni nderuam këtë ditë, rëndësinë e kësaj dite, të marr faktin me sfidat mjedisore që po përballem na, sidomos kryet qyteti? Po, vet dita e tokës në kuptimin e saj është një ditë ku ngritet zëri për çështje mjedisore, pra gjithandej botës. Është filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mandej është zgjeruar shumë shpejt çdo kund në botë, ku grupe të caktuara angazhohen dhe mobilizohen për të diskutuar dhe kontribuar që toka të jetë me ruajtur, të jetë me pastër. Nëse flasim për vendin tonë, po them prapë që në këtë drejtim mbetet shumë për të bërë. A ka impaktin e duhur kjo ditë? Po me vetë faktin që po duhet të mobilizohen shumë akter, shumë njerëz, organizata për diçka që është elementare, pra për të pastruar mbeturina, kjo tregon që akoma nuk jemi aty ku duhet
dhe duhet bërë shumë më shumë, si nga ona qytetarëve, po më shumë nga institucionet, pra çështjet mjedisore duhet të jenë më prioritet i çdo qeverie që fatkeqësisht nuk po ndodh. Akoma kemi një qasje goxha neglizhente të institucioneve, pra qofshin lokale, qofshin qendrore, për të marrë seriozisht dhe për ta trajtuar mjedisin si diçka që është shumë e rëndësishme. Pra, gjithmonë e shohim një lërje anash, kisha me thonë, të mbrojtjes mjedisit, pra kemi shumë probleme në këtë fushë, pra duke filluar që nga vetë kompanitë të cilat merren me pastrimin e Kosovës çdo ditë, pra ata kamionet që vinë na marrin mbeturinat tona të përditshme, pra ne i shohim çdo ditë që ballafaqohen me shumë probleme, pra duke filluar që nga pagat e ulta që i kanë, infrastruktura, pra që me cilën ata përballen kamionet, pothuajse të dolur jashtë çdo, më falni, servisi, pa regjistrime e tjera, pra ajo që është, po them, më e thjeshtë edhe aty ka probleme, e mos flasim andej me mungesën e investimeve në fushën e riciklimit, sepse ajo është zgjidhja, pra ne e dim që këto mbeturina cilat ne nëse mund të themi prodhojmë çdo ditë si familje, si biznese, këto mund të shndrohen shumë lehtë në aset për biznes, për kompani të ndryshme të cilat kishin me ardhur këto dhe kishin me ndihmuar dhe ekonominë, pra nëse kishin me pas këto kompani që riciklojnë, normalisht që kish pas më shumë vende pune, e mbi të gjitha natyra kish me qenë më e pastër. Pra se edhe këto mbeturina të cilat merren prej këtyre kompanive, këto prapë përfundojnë në natyrë. Domethënë janë ato që ne i quajmë deponi legale, ku kamionet të cilët mbushen në për qytete, në për fshatra, shkojnë dhe deponohen atje, pra groposen. Dhe duke qenë kështu, aty po shndërrohet mandej në një bombë ekologjike, kisha me thonë, sepse me vite deponohen dhe aty zhvillohen edhe procese kimike të cilat e kontaminojnë tokën, lirojnë gazra shumë të dëmshme, lirohen madje edhe ujëra prej aty të cilat përfundojnë mandej në për lumejt. Pra më të vërtet si tërsi mbrojtja dhe menaxhimi i mjedisit në Kosovë, po them prap, vazhdon me qenë shumë problem. Po, me që i përmendet aksionet edhe, po më intereson me ditë, cilat janë sfidat, për shembull, kur e bëni një organizim të një aksioni, si për shembull si dje ose do një ditë tjetër? Po, shoqëria jonë nuk është e njihet shumë si shoqëri e cila bëhet bashkë lehtë për kauza, për aksione të ndryshme, dhe unë e them shumë herë për t'i ftuar në kafe njerëzit edhe nuk është lehtë t'i bësh bashkë. E lëre më që t'i bësh bashkë për të pastruar mbeturina. Mirë, po ne po i bëjmë tani 13 vite që intensivisht merremi dhe kemi arritë t'i krijojmë disa grupe të vullnetarëve gjithandaj Kosovës, të cilët fatmirësisht janë të gatshëm të kontribuojnë, ndihmojnë, dhe kur kemi aksione si aksioni djeshëm, ata janë aty, pra bashkohen me ne. E dje ishte mirë që kishim edhe vullnetarë të rinj, pra nga Kolegji Hajmerer, mandej nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore. S'është hiç e lehtë të organizohen aksione të tilla. Është goxha një logjistikë e cila duhet të bëhet gati, pra duke filluar që nga përcaktimi i lokacionit në cilin do të ndërhyhet, mandej pajisjet logjistike të cilat i duhen secilët vullnetar, sepse ne e dimë që kushtet ekonomike në vendin tonë nuk janë të atilla, për shembull si Bashkimin Evropian, ku vullnetarët shkojnë vetë me pajisjet logjistike, pra qofshin dorëzat, thaset, ushqimet, ujë që nevojitet për një ditë aksione. Kështu që ne si organizator obligohemi për herë që t'i sigurojmë ato. Dhe është duke ditur, po them, edhe qasja në fonde si organizata për projekte të tilla është goxha e vështirë. Pra si organizat e kemi shumë më të lehtë të sigurojmë fonde për të organizuar një event, për shembull një konferencë, një trajnim, apo çka do të qoftë tjetër, sesa të sigurojmë fonde për pajisje logjistike të cilat nevojiten për pastrim. Sepse zakonisht edhe donatorët i kanë disa politika të tyre, ata vinë kryesisht prej vendeve të huaja, dhe atje nuk është që kanë prioritet pastrimin, pra atje konsiderojnë që vetdia e njerëzve mund të ngritet jo vetëm me aksione pastrimi, pra i shohin disa fushata pak më ndryshe. Dërsa në vendin tonë
paktën edhe për i përvojës, sa herë që kemi arrit me grumbullu njerëz, nëse asgjë më shumë s'është bërë, të paktën konsiderohet që ata njerëz nuk do të hudhin mbeturina më tutje. Pra nëse merr pjesë me një vend ku ke pastru, gjithmonë kam të kujtuar ajo dhe nuk nëse don me hudh një mbeturinë dikun, mendoj instinktivisht kam ndikuar që mos ta bësh atë. Mirë po ja dalim disi. Është interesante me marr pjesë në këto aksione. Me të vërtetë është nuk është vetëm pastrimi, sepse zakonisht na shumë herë edhe keq kuptohemi, organizatat duket si një kompani që pastron, e që në fakt më spakti është ashtu. Pra aty është një grup i njerëzve të cilët grumbullohen për të dhënë një kontribut për vendin e tyre. Mund të them që është edhe një farë proteste në vete, sepse kur bëhen bashkë shumë njerëz, mandej secili prej tyre i bën një postim në rrjetin e Facebookut ose Instagramit apo rrjete tjera sociale, mandej mediat flasin, pra provokohet një farë debati shoqëror ku indirekt ndikon në rritjen e vedijes. Dhe po them, dhe jam goxha i sigurt madje se mënyra më e mirë me rrit vedijen e njerëzve që me rujt mjedisin është kur ata i përfshin. Kur ata i bën pjesë të një kauze, qoftë ajo me pastru, me mbjell, s'ka rëndësi çka me ngjyros ndonjë mur apo diçka, njerëzit kanë me ndi një farë pronësie mbi mjedisin jetësor, sepse mendoj njëra prej problemeve pse ne kemi këtë situatë është edhe ajo shkputja e lidhjes në mes qytetarëve dhe asaj që është pronë publike. Pra prona publike nuk është konsiderohet diçka e jona, pra na sapo dalim prej privatës, sepse përndryshe ne jemi model i mirë, se si e mbajmë veten, në borrin, shtëpinë, jem shumë pastër, pra nuk e hudhim mbeturinën në borrin ton. Por çka bëjmë? I hudhim jashtë, do thotë sepse pronën publike, po nuk e konsiderojmë tonën akoma. Dhe mendoj duke u bërë bashkë dhe duke kontribuar për të mirën publike e krijojmë një farë lidhje që është shkput, sepse megjithatë kjo mendoj është problemi kryesor, pra sepse përndryshe nuk kishim me pa ka shumë mbeturina qoftë në për parqe, do thotë i shohim në për bjeshk, në për brigjet liçeneve, të lumejve, në për periferit lagjeve, pra në gjithë shka ku nuk është e jona, ndotet. Dhe mendoj që është mungesa e dashnis për vendin që i bën njerëzit me reflektuar. Se po mungon vedia. Kjo është pikërisht është shkputja e lidhjes dhe e ndjenjes që ky është vendi jonë. Pra njerëzit shumë herë ndoshta edhe me arsye e kanë arrit me një pikë ku gjithçka që nuk është private nuk e llogarisin të tyren. Dhe mendoj në këtë rast është roli i institucioneve që duhet të jetë shumë aktiv, pra njerëzit duhet të bash që të lidhen për vendin e tyre. Dhe si lidhen ata? Kur te brenda publikës ju ofron, do të çfarë ndodh këtu? Hapësira publike betonizohet, do të ndërtohet ju hapet kompanive të ndryshme dhe aty mungon edhe gjelbrimi dhe njerëzit e shohin këtë. Ose le të themi sidomos nëpër këto parqet nacionale, nëse shkojmë Rugov, Brezovic, vende tjera, ne nuk shohim fare shport atje, ose kontejner, dhe nuk ka fare shërbim të pastërtisë se këtyre lokacioneve dhe njerëzit e vrejnë këtë. Dhe duke ditur tani që një pjesë e ka dhe një mentalitet si e ka, atëherë mendoj që institucionet duhet veprojnë, pra duhet të bëjnë hapa, kanë mjaft mekanizma cilët ata mund t'i vëjnë në veprim, në mënyrë që njerëzit ta ndjejnë këtë vend. Shtoja kësaj edhe problemet e përditshme ditore, politike, rritja e çmimeve, korrupsioni, do thotë politika, dhe kur bëhen këto gjitha bashkë, atëherë me të vërtetë krijohet një farë konfuzioni edhe te vetë njerëzit, se ja vlen ta ruajmë këtë vend apo jo. Që është gabim, unë e them shumë herë, që pavarësisht nëse ne kemi shërbime të kompanive, të komunave, të qeverisë të mira apo jo, kjo nuk na jep të drejtë që na ta dënojmë natyrën, pra të ndotim lumejt, të ndotim porqet, të ndotim bjeshkët, sepse për shembull dje ne aksionin e patëm në Veternik, bregu rrugor aty, ajo rruga kryesore. Sot është pothuajse pasqyra e parë e përshtypjeve që krijohen prej njerëzve që vinë në Kosovë, pra. Dhe nëse në hyrjet Prishtinës ne i kemi ato pamje ku është komplet ai brez rrugë i mbushur me mbeturina aty. Atëherë çfarë po ju tregojmë atyre që vinë, do thotë është kjo kultura jonë, jemi njerëz që se dim rëndësinë e pastërtisë dhe
ti kur nuk e di rëndësinë e pastërtisë, imagjino çfarë përshtypjesh mund të bëhen për çështje tjera të këtyre njerëzve. Dhe absolutisht është, po them prap, institucionet duhet të marrin hapa shumë serioz, sepse sport janë përgjithës. Nëse ne flasim për rrugët, sidomos rrugët kryesore të vendit tonë, është Ministria e Infrastrukturës që e ka obligim ligjor ta bëjë mirëmbajtjen e tyre, qoftë verore, qoftë dimërore, dhe mirëmbajtja në kupton edhe largimin e mbeturinave që hudhen prej njerëzve. Mandej ne kemi ligje të cilat parashohin të dënojnë njerëzit që bëjnë veprime të dëmshme, pra njëjtë sikur shpejtësia në trafik që dënohet edhe hudhja e mbeturinave dënohet. Dhe inspektorët, policia duhet veprojnë dhe pothuajse kjo është zero. Do të ne asnjëherë nuk dëgjojmë që dikush u xhobet për një veprim të dëmshëm që ka bërë për mjedisin. Dhe kur po them prap, kur këto bëhen bashkë, atëherë njerëzit sillen me papërgjegjësi, sepse thjesht ja kanë frikën askujt. Po cili është roli juaj në këtë aspekt, që me fut një farë forme që të veprimin institucional? A keni ndonjë strategji caktuar, me qenë se deri sot nuk është që kemi pa diçka ndonjë veprim kështu më? Ne po i bëjmë 13 vite që jemi aktiv në fushën e mjedisit. Dhe më falni për mungesë modestie, organizata me të vërtet ka bërë shumë punë. Duke ditur që jemi pjesë e një rrjeti global, ku bëjmë pjesë diku 176 shtete. Organizata e jon është model i mirë brenda atij rrjeti për mënyrën se si në Kosovë i organizojnë fushatat, se si bën aksione të mëdha të pastrimit mbjelljes. Mirë, po kjo është vetëm një raun. Kaq është roli jonë. Ne fundi qytetar aktiv dhe në duart tona kemi vetëm këtë mekanizëm. Të kontribuojmë, të ngrisim zërin kur ka probleme, të ofrojmë alternativa për institucionet dhe mandeju të ka natyre, që ta marrin përgjegjësinë dhe të bëjmë punë për cilën janë aty. Pra ne edhe po duam të xhobitim dikën, ne nuk mundemi. E tëra çfarë mundemi bë kur e shohim një veprim të dëmshëm, të lajmërojmë institucionet, pra inspektorët, policia dhe ta kanë natyre të veprojnë. Nëse ne shohim mungesë gjelbrimi ose nëse shohim mbeturina në një lokacion, ne roli jonë është të njoftojmë institucionet, po ne dalim edhe përtej kësaj, shkojmë pastrojmë edhe vetë aty. Kështu që ndër këto vite kemi bërë edhe punë të tjera, për shembull kemi bërë monitorimin e legjislacionit. Për shembull kemi diku për 3 ose 4 vite kemi monitoruar inspektorët se sa gjoba po i shqiptojnë për ndotësit. I kemi thirrë gjithmonë, i kemi provuar me mbajt përgjegjës dhe kanë qenë qesharake numri i gjobave që japen. Sigurisht asnjëherë nuk është mjaft, gjithmonë mund të bësh më shumë, po flas si shoqëri, mirë, po kërkon shumë energji, kërkon shumë fonde, sepse duhen shumë njerëz që të angazhohen, dhe njerëzit nëse vinë vullnetarisht brenda një dite me pastru, ai nuk mund të vjen vullnetarisht tetor të qëndrojnë zyrë. A keni mbështetje për institucionet? Shumë dobët, organizata kryesisht mbijeton prej fondeve që i merr prej fondeve, prej tireve, prej grantet të organizatave ndryshme ndërkombëtare. Fatmirësisht edhe biznesi vendor, pra kemi një bashkëpunim të mirë me disa kompani në Kosovë, të cilat i mbështesin aktivitetet. Mirë, po e them prap, duke ditë problemin e madh që është dhe nevojën e madhe që të kemi shumë njerëz edhe profesionistë, sepse nuk mjafton vetëm vullneti i mirë, nevojitin edhe njerëz që të njohin fushën dhe janë të interesuar me kontribu, atëherë duhen paga për ta. Dhe për të siguruar këto është goxha sfiduese. Po më intereson që çështja e lokacioneve, sepse e dim që nuk është edhe shumë vështirë me gjetë lokacione me mbeturina në Kosovë. Qysh e përcaktoni për shembull cili lokacion është më urgjentisht ndoshta me u ndërhyrë të? Po s'është edhe shumë problematike, sepse fokusi jonë kryesisht janë zona turistike dhe zonat të cilat janë më të frekuentuara nëpër qytete, mirë po dhe lokacione tjera që vizitohen potencialisht prej turistëve. Dhe normalisht zonat të cilat janë në mes të fshatrave ku ka fëmijë, aty ku ka, për shembull, nuk ka larg që kemi pasur lagjen 28 në Pushë Kosovë, pra është lagja e komunitetit rom ashkali egjiptian, një lagje ku banojnë qindra banor dhe është shumë e ndotur. Thotë mbeturinat me grumbuj isha aty nëpër lagje.
Dhe ka shumë fëmijë që qarkullojnë andej, ka shumë familje që jetojnë dhe vetëm kundërmimi I tyre, mos flas për efektet e tjera negative që I bën mbeturina kur qëndron një kohë në tokë, do thotë ne mundohemi që në këto lokacione të ndërhyjmë dhe pastrojmë si prioritet. Po nuk është as edhe ndonjë lokacion tjetër I cili nuk duhet jetë I pastër. Pra kudo që shohim mbeturina dhe ne kemi një grup goxha aktiv të vullnetarëve, kushdo që dëshiron me pa, është vullnetarët e LSD Kosova në Facebook, janë diku afër 14.000, vinë për I krejt Kosovës, dhe aty kemi një forum edhe debati, ku lokacionet caktuara që ka nevojë njoftohen prej vullnetarëve dhe mandej ne provojmë me organizu pastrimin e tyre. Por definitivisht që zonat të cilat janë turistike, pra kemi pastru 10 herë në Brezovic, në Rugov, për Badovcit, Batlavës, pra këto vende të cilat janë shumë të rëndësishme edhe për imazhin e vendit, por në anën tjetër edhe jetike edhe për shëndetin, sepse nëse liçenet janë të ndotura prej ku e marrim ujin e pijes, sidomos Prishtina dhe rajoni, nëse ka shumë mbeturina aty, ajo shndrohet shumë lehtë në mikroplastik dhe përfundon tek qytetarët. Pra janë këto kryesisht vendet që angazhohemi. Mirë po edhe qytetet, edhe hapësirat për ndërtesave kolektive, fatkeqësisht gjithandej ka. Kudo që e kthen kokën. Sa po flet mu veç po më kujton disa lokacione kështu që I kam po. Dim që ta pastrojmë Kosovën është se sa vite. Qysh ka evolu, domethënë edhe angazhimi I vullnetarëve, a ka dallim prej vitinve rritje ose ç'e përshkruan? Po, varet edhe prej natyrës së fushatës të cilën e kemi. Për shembull, nëse flasim për ditën e pastrimit botës, që është në shtator, është një aktivitet më I madh ku shënohet në çdo komunë të Kosovës. Edhe ne bëjmë fushat më të mëdha, qoftë me përkrahjen e mediave, qoftë edhe vetë në rrjetet sociale, po edhe me takimet që I bëjmë në komuna të ndryshme, atëherë ka vullnetarë më shumë. Mirë po, është interesant, interesimi për të kontribu për mjedisin është gjithmonë një trajqëm për njerëzve, pra janë të gatshëm të kontribuojnë. Asnjëherë nuk e kemë problem të bëjmë grupe të vullnetarëve për secilin aktivitet. Pra, njerëzit janë të interesuar për të kontribuar. Nëse shihet ndër vite, sigurisht që më përpara ka qenë më vështirë, sepse edhe niveli as edhe një prej kompanive të pastrimit atëherë nuk kanë pas as rrjete sociale. Pra ka qenë disi e tërpshme për me postu fotografi duke pastru mbeturina. Edhe pse kanë qenë kompani të cilat e kanë detyrë, sepse është paragjykimi I njerëzve, pra ne dim të jemi bullizues nganjëherë. Dhe mendoj që njëra ndoshta prej aktiviteteve që ne jemi shumë të lumtur është që kemi arrit me I thy disa stereotipe. Për shembull, kemi mbledh djem vajza të shumt dhe e thonim shumë herë jemi ndoshta të vetmit që bëjmë selfie tek mbeturinat. Dhe kjo mandej ka ndikuar pozitivisht, qoftë te kompanitë, qoftë te njerëzit, sepse është parë që nuk qenë asgjë e keqe nëse ti e bën një kontribut për vendin tënd dhe e tregon, e bën një fotografi qoftë në Facebook, qoftë në Instagram për t'ju treguar të tjerëve për një punë të mirë që ke bërë për vendin tonë. Dhe në rastin tonë është shumë interesant, rrjeti është goxha I madh dhe është një shprehje që ne e themi brenda organizatit, ti e bën një kontribut në lagjin ku jeton dhe brenda një kohë shumë shkurtër për atë kontribut e merr vesh tërë bota. Pra nëse ti e ke bën një aksion kudo qoftë, ai ka më shpërnda në Kosovë, ka më shpërnda në Evropë dhe në tërë botën përmes rrjetit I cili është aktiv dhe ku ka më mirë që ti me tregu për punët e mira që I bën, kontributin që ja për shoqërinë, për vendin. Mendoj që nuk është një periudhë përveç normal viti 2018 kur ka qenë një projekt shumë I madh, I cili ka zgjatur 3 muaj, aty kemi pas shumë vullnetarë, aty janë diku mbi 200.000 vullnetarë që kanë marrë pjesë për 3 muaj pastrimi, pra gjitha shkollat, institucionet, bizneset, organizatat, patëm bërë bashkë dhe ka qenë një aktivitet goxha ke shpallë si fushata më e suksesshme për vitin 2018 në tërë botën.
edhe rezultate ka pas shumë, kanë qenë mira deponi të larguara, kanë qenë mandej shumë trajnime në për shkolla, sepse edhe ngritja kapaciteteve mjedisore është shumë e nevojshme, pra qoftë në nivelin e ulët shkollave, po edhe më të lartë. Dhe po them prap, jo vetëm ne, edhe organizata e grupe tjera bëjnë shumë kontribut për mjedisin. Mirë po nga njerë keq kuptohet roli. Do të gjithë bashkë që janë në shoqërinë civile, mundësinë e vetme kanë për të dhënë kontributin jo formal. Ndërsa ona formale dhe detyrë dhe obligim është institucion, pra nëse ne flasim për një problem, diskutojmë, angazhohemi, ne atë po e bëjmë për të trokit ndjerin institucionit që e ka detyrë ta bëjë zgjidhjen. Madje unë kanë ndodhur në për emisione edhe tjera, jemi pyet, ju keni shumë vite që angazhoheni, por Kosova është prapë ndotur. Dhe ju thoja është e njëjtë sigur me kritiku këtë emision, ne sot po flasim dhe nesër na thot dikush po ju keni diskutuar për problemin, po prapë ka problem. Kështu që roli jonë është ky, ne diskutojmë, flasim, angazhohemi. Kjo është mundësia jonë e vetme. Përndryshe jam i lumtur edhe për një fakt që shumë të reja të cilat kanë kaluar në për organizat kanë marrë një përvojë të jashtëzakonshme dhe shumë prej tyre sot janë të angazhuar në për punë të ndryshme, madje ka edhe deputet, ka edhe drejtora të drejtorive komunale, ka të reja që udhëheqin projekte shumë të mëdha, sepse organizata jap këtë mundësi. Do të thotë nëse angazhohesh në një kauzë ku mandej ki të bësh me shumë aktorë, pra duke filluar që nga media, komuna, biznesi, qytetari, është një mënyrë e organizimit goxha voluminoze dhe secili që vjen aty e merr një përvojë të jashtëzakonshme. Okej, po a keni kështu bashkëpunim me shkollat? Po me nxënësa, qysh? Po, kemi me shumë shkolla bashkëpunime, me shumë prej tyre kemi edhe memorandumet në shkruara, për shembull shkollën e Risokoli, shkollën e Mjekësisë, po edhe të tjerat në Prishtinë, po edhe në komuna tjera, dhe rregullisht ne bëjmë aktivitete bashkërisht me ta. Që nga pjesëmarrja e tyre në për aksionet tona, mirë po edhe trajnimet ndryshme për tema specifike, varësisht prej kërkesave që i kanë prose të rind. Megjithatë edhe brenda shkolla, nëse krahasojmë me vite përpara, ka pak më shumë edukim mjedisor. Pra shihet pak një qasje më proaktive dhe më pozitive në këtë drejtim, por asnjëherë nuk është mjaft, pra gjithmonë ka nevojë që të kemi dhe organizata ne i trajtojmë disa tema goxha specifike që ju hyn punë shumë nxënësve, po edhe mësimdhënësve, do thotë ne kemi bërë trajnime edhe për mësimdhënësit, ju kemi sjellë praktika prej vendeve tjera se si atje funksionojnë shkollat në aspektin mjedisor, për shembull në Evropë në shumicën e shkollave, një herë në muaj është punë për komunitetin. Pra në lokalitetin ku është shkolla e pozicionuar, do thotë për atë komunitet, shkolla e ka obligative që një herë në muaj ta bëjnë një aktivitet. Tani atje nuk ka nevojë me pastru, po bëjnë punë shumë tjera, shkojnë ose të shtëpitë e pleqshme, ose merren me aktivitete ndryshme, kështu që po mundohemi që edhe këtu me sjell atë frym, pra ti bëjmë shkolla që të jenë aktive dhe nuk na ju themi shumë herë, nuk është nevoja ta pritni një organizat në ditën e tokës që t'ju thot bëjnë një aktivitet, po të duhet të jenë vazhdueshme dhe mendoj që është në rrugë të mirë, me hapat ngadalshëm, por që sigurisht që ka shpresë, po absolutisht. Po për fund, cili do të ishte mesazhi juaj? Po edhe në këto për shoqërinë, po edhe detajes, një mesazh për publikun. Ajo që është më e rëndësishme është që duhet ta kuptojmë që mjedisi është vetjeta jonë. Pra është vendi ku ne jetojmë, marrim frymë dhe ai mjedis jetësor duhet jetë i pastër. Dhe ne secili që nga momenti kur zgjohemi nga xhumi dhe deri kur shkojmë te flam, jemi ndotës. Që kur fillojmë të pastrojmë duar, dhëmbët në mëngjes, e deri kur shkojmë të flam, ne kontribuojmë në një formë ose tjetër në ndotje. Andaj kemi borxh natyrës që të paktën me disa veprime t'ia kthejmë këtë dëm që kushtimisht po ja bëjmë. Dhe në anën tjetër, sidomos atyre të cilët i vizitojnë zonat e ndryshme të Kosovës, kisha bë thirrje që t'i ruajnë, mos t'i hudhin mbeturinat, t'i marrin prapa, sepse nëse secili e hudh vetëm nga një letër ose një kanaç ose një shishe plastike, brenda një kohe të shkurtër aty do të shndrohet në një deponi dhe imazhi i vendit ton shëmtohet, pra. E në fakt na nuk jemi këta.
Më të vërtet jem njerëz të mirë, jem njerëz që e duam pastërtinë, do të dëshmojmë çdo ditë sa të mira kemi, po e them prapë borrat, shtëpijat, kështu që ta manifestojmë këtë edhe në pronën publike dhe mos të kemi nevojë që të organizojmë gjithmonë aksione, por kemi mjaft orientime tjera ku mundemi të angazhohemi dhe të ndihmojmë shoqërinë, pra nuk është vetëm mjedisi. Atëherë po shpresojmë që shikuesit kanë me marrë parasysh këto kërkesat e juaja edhe po ju falenderoj shumë për kohën që gjetët. Faleminderit edhe për mua, ishte kënaqësi, një intervistë është pak më ndryshe, mjedisi fantastik, kështu që faleminderit shumë. Mjedis me lule. Shumë mirë. Atëherë të dashur shikues, po ju përshëndesim duke ju uruar një pasdite të këndshme. Gjithashtu edhe nga Onelda, miru takofshim takimet e ardhshme. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.